Këtu është horoskopi i premte 17 tetor 2025 për ju. Mirëgjetur nga horoskopi i Fationit. Dashi. Është e mundur të arrini rezultate të vlefshme në punë dhe javët e ardhshme do të jenë absolutisht të favorshme. Lëvizje të mëdha dhe hapje të rëndësishme, në fakt rrugë të reja të vërteta që shfaqen para jush nuk janë as pak të pamundura. Demi. Nuk mungon pasioni në këtë ditë që ju bën veçanërisht të disponueshëm ndaj të tjerëve. Rinovimi në punë, edhe nëse duhet të paguani një gjob të vogël ose ishte e nevojshme të mos rinovoni një marrëveshje. Binjaket. Shmangen ankesat, mos dëshiro ata që kanë kohë që kanë lënë jetën tënde. Mëngjesi nuk është i lehtë për tu menaxhuar, por pasdite gjeni energji të mirë. Gaforia. Në funksion të betejave, provimet për tu përballur përpiquni të përmirësoni përgatitjen tuaj. Ka një njeri që pak a shumë me të drejtë mendon se është lënë pas dore nga ju. Luani. Kjo ditë ka një energji të mirë, nëse duhet të zhvilloni ose organizoni një takim, do të ishte e përshtatshme të shpejtoni kohën. Suksesi personal. Kontaktet e reja në plan të parë sot, për disa do të jenë kontakte të rinovuara. Virgjeresha. Dita e takimeve pozitive, një nga më pasionantët e gjithë javës, bëhuni të zënë. Tani po kërkoni partner të rinj, bashkëpunëtor, njerëz që janë të gatshëm të ndajnë me ju projekte të shkëlqyera. Peshorja. Jeni duke pritur që një problem të zgjidhet, diçka ka ndryshuar në vendin e punës ose referencat rreth tij kanë ndryshuar. Betejat janë mjaft të rënda për tu përballur, po jepni më të mirën tuaj në çdo situatë, por në zemrën tuaj dëshironi të ndryshoni gjithçka. Akrepi. Një mbrëmje vërtet e këndshme në shoqërinë e miqve të vjetër dhe të rinj. Do të jetë në sajtë një kontrate të rëndësishme që do të jeni në gjendje të merrni bonuse. Çështjet ligjore zgjidhen. Shigjetari. Ka nga ata që ju qortojnë se ju jepni më shumë kohë për të punuar sesa për të dashur. Një njeri i moshuar mund të kërkojë praninë tuaj në orët e ardhshme. Britsjapi. Në dashuri jeni më të qetë. Ju do të arrihet nga një pjesë shumë e veçantë e informacionit. Koha për të zhvilluar projekte të reja. Ujori. Nervozizmi juaj derdhet në shtëpi. Ju mund të jeni të zemëruar me dikë që gjithmonë vonon një projekt. Peshqit. Një horoskop pozitiv që gjithashtu u jep aftësi të mira iniciativës të gjithë të lindurve që duan të zbulojnë ose rizbulojnë dashurinë. Projektet e reja favorizohen. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.